na bën till, na bën të edhe të prekshëm, edhe vulnerable, që i thojnë shqip, na bën ma të ndishëm. Apo kupton, na kemi, edhe jemi të pa mbrojtën, edhe jemi të pa trenerat e Kosovës, po kjo është një temë që kena me shtjellu gjatë. Nuk na mbrojnë, nuk na respektojnë as ta pronarët e klubeve që fort nuk krejt ju do këtë interesant, dikush i huj, apo kupton. Edhe për këtë arsye nashta se mvaret edhe çka kalojmë në aspektin edhe social, pse jena kështu të, si me thonë, të ndishëm. Po, të ndishëm, apo kupton, do të me na kuptu edhe neve. Do të mi kuptu edhe trenerat. Pjesa më e pambrojtën. Pjesa më e pambrojtën e në futbollin e Kosovës janë trenerat. Se lojtarët janë të mbrojnë, na i mbrojnë a lojtarët. Po neve s'ka kush me na mbrojt. Lojtarët? Po lojtarët s'mujnë me na mbrojt neve, se ata e në përfuni neve. Neve na mbrojnë veç dikush që ka autoritet më të madh. Shteti në këtë rast. Kryesia. Dikush me do ligje të reja. Po kena mu marrë me këtë pjesë, ka me konë shumë interesant kjo pjesë. Do jemi bashkë të gjokë. Nashta komi thirë edhe trenerat kena me bo grevë për këtë punë, nuk i dihet. I vetëmi sport që ju ndrojnë mas shpesh si ju e trenerave është futbolli. Që nuk e di. Me arsye edhe pa arsye. Pa arsye. Se me arsye jo. Dikuna me arsye, dikuna pa arsye, po. Na ndrojnë. Ma shumë pa arsye. Ma shumë pa arsye. Mungesat pa arsye shumë. Trener, edhe na e përcjellim sportin, futbollin. Edhe pse jemi konë në sport tjetër, se unë jam edhe profesoreshe edukatës fizike. Kështu që gjithmonë kom qenë rrjedha edhe e dim edhe futbollin. Unë përpara kom përcjell shumë sport, edhe në sallë kom përcjell sport, tash edhe me obligime edhe kështu nuk po... Se trajneri Bek kujton që se përcjellim në futbollin? Jo, di që i përcjellni edhe na i përcjellmi kur kemi kohë edhe sportin.